Thot Allahu Azza wa Jall: "Wa amma man khafa maqama rabbih", e sa I përket atina I cili ka frikë qëndrimin para Rabbul Alamin. E ka frikë atë ditë kur ka me qëndru para Allahut Azza wa Jall. Wa nahan nafsa anil hawa, e për këtë arsye e nal vetën e tina, nefsin e tina e nal pe haramit, pe zullumit, pe ranav, pe dolaverëv, e nal vetën e tina, nuk bank si gjanash. Fe innal jannata hiya al ma'wa, gjeneti është qëndrimi I këtina, I cili ka frikë se një ditë ka me dal para Allahut Azza wa Jall. Ka thonë Rasulullah alayhi salam: Allahu Azza wa Jall nuk I grumbullon të robi, nuk I bashkon të robi dy frika ose dy siguria. Ose ka me pas frikë Allahun në këtë dunja, e Allahu ka me siguru në ahiret. Ose ka me ka një sigurt për dënimit Allahut në këtë dunja, në atë kuptimin se janë palla për këtë punë heq. E këta ka me friksu Allahu ditën e gjykimit. Dhe me thanë, ose ki me pas frikë Allahun në dunja, e ki me ka një sigurt ditën e gjykimit. Ose nuk ki me pas frikë Allahun në këtë dunja, ama në ahiret ki me pas frikë. Kështu që zgjedhë. E lusëm Allahun Azza wa Jall më na bo prej atyne që kem frikë Allahun Azza wa Jall kur jem në mesin njerëzve dhe kur jem vetën.